Atëre, po filloj që nga Luana prezanton fragmentin, se është jashtë asaj, një vajzë shqiptare dashurohet me një djalë amerikan dhe vendos të martohet. Por nuk është kaq e lehtë sepse familja e vajzës pranon që vajza të martohet sepse djali është amerikan dhe nuk respekton traditën shqiptare të martesës, zakonin po themi. Nga dashuria madhe që djali ka për vajzën, detyrohet vinë në Shqipëri bashkë me familjen e tij. Se çfarë ndodh më pas, do t'ja lëm në dorë fermerëve tan ta tregojnë më të mirët në botë. Sa kam shkruar? Fillojmë tekstin. Se mos nuk vinë, ka me të mytë. Jo, moj non, se nuk e di qa ka ndodhë. Ata janë korrekt. Çfarë korekti, moj budallic? Amerikanët vetëm luft janë korrekt. Kur vjen puna mu martu, nuk janë korrekt. E qka me bone tani? Ka me na my turpi, gjithë ta njerës që po i presim me i respektu. E qa kanë me folë mrapa? Po duro, moj non, se s'ka sos dita. Duroj, unë duroj, po s'duron koshia, që s'besojnë se ka me të martu me Amerikanë. Hajtë se për atë punë s'ma ke gjitë ti, po e kum gjitë vetë. Po pse s'pas kam drejt unë me shit porte koshia dhe të shoqet e mia? Erdhen Amerikant, erdhen. Më shifuni si po mbarojnë, sa të marojnë bombardimet. Çka thu mor për vim për dasën këtë herë, jo për luftë. Na është bërë refleks se po bombardojnë shkja. Ta 3 orë që presim. Aja me bukur kështu. Se ke hallin e pëlqen krushko amerikan. Jo, kom hallin tje me bukur se krushka, që mos janë gullë sytë ti si gjindi hallë. Oh, hello. Ready, everybody ready. Everybody ready. Sir, can you stop? Can you stop that? What is that? Just regular. Po lexojmë tekstin. Okay. O zemër, ju thatë që do i respektoni zakonet tona. Po zemër, u vonum pak, po këtu trafiku qenë ka si në Afganistan. Nuk e kisha për vonesen, e kisha pse nuk i haqet këpucet. Më fal, se harrova. Okej, heqim këpucet. Djali komunikon me mamin, babi, motër. Babi, sipas zakonit duhet i dorëzojnë këpucet. Çfarë shkëbo? A pse nuk kanë pushtë, a? Të bëjmë më çfarë? Ua, prandaj janë të gjithë zbathur? Ti je. Po, unë bë. Babaj, kërë. Papa ti. Riko. Babaj, pa do të thë Amerikan se ke shru. Po se ke shru Amerikan. Okej. Yes, sigurisht. Që kanë shumë të varfër. Oh my God, hiqi, nimo. Dhe më nëzirë kartin të qëmë në malë të blejmë sa këposh për gjithë ta... Erant, të rregullo mikrofonin. Çka po bëjnë këta njerëz o burr? Dhe i kenë zakon, kur shkojnë me kërku nuse, dorëzojnë këpucët. Ku krejtësi na edhe Amerikanët? Urdhëroni një çek për të blerë këpuc për të gjithë familjen si dhurat nga ne. Burr, çka është domethënë që kjo? Nan, merri këpucat e qojnë vend se këta e kanë keq kuptu zakonin. Okej, mami im ka vendosur t'ju dhuroj një çek që të blini gjithë nga një palë këpuc. Çka tha Dhandri Majcuc? Kur gja, bab, e kanë keq kuptu zakonin e heqjes këpucve të dera e fukarallakut. Me fukarallakun. S'kena para, kena një me vërsëlla, e bojnë që vinë batjava, kena për marshalla. S'kena para, kena një me vërsëlla, e bojnë që vinë batjava, kena për marshalla. Eli. Po është Eli? Mami, pëlqen shumë këtë djali, do doja shumë ta njihja. Po me një shqiptar, nuk na duhet. Po pse unë... është vllai Besës. Wow, sa bukur, do jemi dhe baxhanak. Mami Elit ja fut. Mami Eli i afrohet çift Elistit për t'i prekur kostumin popullor, se i pëlqen shumë. Domethënë për gjithë atë trupin e vet. Çift Elisti ngrihet dëri. Jam të na grabit, më duket o ordësh është.
sa kostumi bukur, ku keni bler? Qa thuar ti? Thuj të mi heshin dur se jam burri martum. Nal njër burra! Kam me ju dhanë vetëm qikën, jo me ju dhanë kretë shqiptarin, mërë. Andrea. Hajde, Indreja. Qëshjeni... Qa beni? Qëshjeni të keqen. Më fani që uvënova, po qatë benja. Më bënej trafiku, nuk dhja nga kaloja gomarin, as në gjadet, as në tortuar. Një sa vole, kam sjetë sa perimet mira të frestat, bukat mira, kështu të shishme, na fema VIP 2. Ja korupcionova atërojnë dhe i thash, na me qitë se duhet të ngop zorën atyre kushgjinjve që na kanë ardhur sot. Biro, who is this? Për dasmën e kom shqip, pa. Babi, është ky që punon të serat dhe i ka sjell specat bio. Okej, faleminderit. Ik tash se kemi njerëz. Qyshe? Jo, s'ka problem, nuk ikim. Ja, tolem këtu, ja. Opa. O hajvan, ikë se këta janë Amerikanë, krushi tanë dhe kanë ardhur me pikapet e vogla. Po mirë, pse nxefesh ti? S'ka problem. Unë rri këtu, nuk shtoj, nuk flas, kam qef të shikoj. Ikë tani se t'ja paret nesër se sot nuk kam me vete. Unë them s'ka problem ti prap. Vazhdoni ju se këtu jam, unë rri, nuk flas. Ja, frojt Rigo, po. Jo, herë vare, Amerikanti, ha? Po e dëgjo, e kam një qup për të martuar dhe unë me thënë drejt mos të gënjej. Mos këndoj një qunë tjetër ati për të martuar, se jemi njerëz të mirë, halë gjim punëtor. Ja, duart, ja, punëtor. Ja, bevoj, Bravo. Do thuash ti me vetën tënde, po se një qupën tënde. Ja, shiko këte, si kur shikosh ata. Të dyja në një pjatë, jarë të njerë të s'kam pyrë, një loja. Hold on. Të shkëmër. Pa merak, Gjagji Andrea. E shumë, po mi falimder, rofsh, inshallah. Dhe unë i kam falë se u hyra këshu, kot, pa pytur zhyt. Po, para të shpetave s'ka problem, kur të mbaroni punë, mi jepni. Jo, kur t'i keni. Kur t'i keni, mi jepni. Ika, mi u pafshja, inshallah, mi si e pandar. Vajzës shpjegoj kush ishte zotria, babaj vajzës fton babajnë e nuses dhe dhëndri me sofër, me ta vjen dhe Edi, për Big Mama e pengon. Me përpiqet për mes vajzës t'i shpjegoj që është biset burrash. Do me thënë ndajnë burrat veç, brat veç. Sipas kanunit, orti mik qegu e ke fishekun e parës. Bolan? Që përke? Nuk e di, bab. Që ku jemi këtu? Nuk e di, bab, nuk e di. Që më nuk e di? Më të nga tru me filmin Taken. Big Basta fillon koda. Qa po thu, man, qa po thu, daddy. Sam Mendelsohn. Shqiptarët janë ato që vrasin e presin, kanë kodet pashkrume për besën me zvedit, me dashnit fort lidhur për djepi. Kanë qikat forta që din me dhanë dashni, për mikun, për hasmin kur shkelin Shqipni. Shqiptari s'është ai që ti ke pan filmin Taken, shqiptari është ai që kur ke hall ta fal zemër, shqiptari është ai që qan për hallin ton, kur gjithë bota pa shpirt kanë vëndër këm. Leni u babojnë atë se e meritojnë, jepu shqiptarëve atë që e kërkojnë. Don more back, që ka hëndek. Pa thënë unë një fjallë me rap. Këse kishe për Trumpin e për mu. A din ma diftu, mos refortu ma këru. Lena mërbur, qysh për jep fishekun Amerikanit ti? Aje i marro, baba. 2025 ti hala me kanon. Vajza shpjegon. Ne japim fishekun në paj të vajzës në shenjë besnikrije ndaj familjev. Oh, this is cute. Oh my God, I swear to God. I swear to God. Okay, super, ju që i kem këtë pro-Amerikanëve, që i këtë pro-neshë, se sa të shkoj në Amerikë, ta dini se do t'ju jap armën e fundit, gjëron me limon. Jo, burri dhe, nej telefon, po patet funit, mirë, e pranoj. Po kështu armë kemi me bodhega, nuk horritemi. Po qarë më do që keni o rompalla se një pësëgjitë, se një të trak qeneze. Ju që keni popullë shumë e përparuar, mërë, se të shimë, as armë nuk e dove, për dojnë telefona. Për të mërë rabët sërë, a do të fundit fare, të të mëjtën? Aja të nësë? Se telefonat janë a do të të mëjtën? Nuk ka do la kohë, po. Telefonat janë armë më fort që këto njërzimë, se këto të lënë pa pone, pa lirije, pa zi gjonë. Ma këmë rëti. Grua, ma e mënë. Sa veç alë këtë, futja të tonë me kajtë telefon. Oh!
A janë të nasjel telefona për Amerike, bot? Ajme, këtë lizë. Amerik, ta lumsha syni, zguzon kush me të preku finin. Amerik, ta lumsha syni, zguzon kush me të preku finin. Hajde ta botun gjatjeta, Sakto male, sakto shkrepa, zanin Shqipe, solat janë grite, gjithë këtë popull në drite qite. Gjatë këndës atmosfera ngrihet, Ester, Eli, Riku, qëqurisin me njëri tjetrin, Eli kërkon Riku, ti kërkoj dorën e djalit për vajzën, me që do zakoni, burrat ndajnë sofër, gratë janë veç. Dëna me allon ty në me buna me ne... Po pse jo, do t'i shikojmë një herë. Eli ti e tash. Dialog krushkash, jeni ke pjesa e gra. Ne jemi ke burrat, jemi pas me burrat. Ne kemi studiuar shumë mirë zakonet tuaja dhe na kanë pëlqyer shumë. Faleminderit, po, çka po thot me non? Po thot nanë që i kam mësu shumë mirë zakonet tona, veç për me ardhë e me më lypë me marrë mu për nuse. Ua, faleminderes. Po ne nuk i dim akoma mirë për vete, qësh për i di kanë këto? Marrë, për theja tash, për theja. Marrë, moj nanë, si me i thonë se nuk po i dim na, e po i di kanë këta. Pse po i respektojmë atëherë? Se po do baba. Se po do baba. I thë ne po i tha buri që shtu, s'ka ojna e bojna, ikim të shtëpia nanës. Qysh mi a thonë, moj nanë? Më falni, çfarë po thot mami? Mami po thot që e vlerësojmë shumë respektin e tregum që keni ardhë nga Amerika këtu për me kërku dorën time. Oh, faleminderit juve për mirëpritjen dhe pranimin e kërkesës tonë. Çka tha? Po thot faleminderit që na e dhat vajzën për djaj. Jo për besën akoma nuk e kemi dhënë fjalën. Se do pihen kafet e vogla, pastaj do vim në Amerikë të shohim ku do jetojë Cauca, pastaj do vendosim nëse da japim as da japim. Faleminderit, e kuptova, nuk ka për shef. I swear to God. S'ti bëjmë kështu e kemi zakon ne. Min dona me pas, sigur, prandaj e japim fishekun. I swear to God. Si ja thonë këto sene tashti. Ti e në siklet, edhe bëjë dorë. Po, tani, okej, s'ken. Që thonë? Ester. Ma, thuaj që unë e kam qef djalin e këtyre. Eli. Oh, pra si s'po thoshim për zakonet tua të bukura, që neve na pëlqenjë, kemi dëshirë që të kthejmë në të njëjtën mënyrë. Juve na dhat vajzën për djalin dhe ne po ju japim vajzën për djalin. Apo e ninoj nan, po dojnë me dhanë qiken e tyne për yllin. Kuku, kush me na punu fermën pastaj? Jo, besa, jo. Na shqiptarët themi një fjalë të urtë, me të huj gocë jep, po gocë mos merr. Le ta flasin me babën dhe le ta vendosin burrat. Qysh din vet? Vajza. Kuan? Te teta. Qysh më i nan po ja pret fatin yllit? Bëll me mos më shërvar dresh. Ne flasin me babin. Atmosfera ndryshon, krau i burrave, në final për burrat që japin fjalën. Çiftelisti e Ranzit i drejtohet. O bot, apo e bëll këtë gjanë se shkoj gjatë për bis, e kam nisu në thlik me knuas. Okej, burra, ta është gru qiti kafe për bërë në herë. Që thërë më? Babë është zakoni që do pini kafe tani. O mirë, I need a large, American large. O, babë është kafe a vogël, është zakoni që do pim I kafe don't like small coffee, I don't like... E Randi? Gjonë Një më gazer. Qa po thonë që këta? O babë, s'po duan kafe turke, po që këj krushka jonë po donë kafe amerikane. Krushku, jo krushka. Mashkuve. A krushku më falë. Po. Je o të burrës. Krisi pushka. Pyte qka pëse s'po të pëlqen kafja turke, ja? O krushk, pse nuk po të pëlqen kafja turke ty? Po e qash mu që lidhë kafe? Po qëfa ka lidhë Turqia këtu më ra? Turqia, më du kafe Amerikan. But I swear to God, I use it well. Skinny kafe Amerikan. Oh, cute. Ka të varfër. Po jo më babë është zakoni që simpatizon dakordsin për atë që keni fol jashtë bashkë. It's okay. Po përse, do pimi kafe pas kafes? Sa herë të duash ti, derën e kemi hapur për musafir.
Shumë mirë. Look, lady, që ka e qikërua të vendi? I don't know. Të dyja familjet pozicionohen përballë njëra tjetrës sikur do zhvillojnë bisedime lufte. Domethënë bisedime lufte e kam në kuptimin serioz. Sa më serioz ju lutem. Unë ngrej dorën kështu që them ty, atëre, tash sipas zakonit, lumshin kamët që na nërut prej Amerike këtu vetëm për një kafe të vogël. Po, përbes, që tash? O mirë se na erdhe, o mirë se ju qeta. Ne kupton, këto janë. O mirë se na erdhe, Thank you so much. Këtu midis malesh ka lulëzu e jeta. Au! Tani e burare që ka shpejtë. Dear Bob, i kësaj hold on. Yeah. Harova. I forgot. Jeni të ndëruar të kërkojmë dorën e qikës tuaj për djalin ton Big Boss Liam Franklin Gonzalez Mourinho del Costa. Ku tanë këta pas kanë nërë prej Amerike, ku janë tjerët, more, a jeni të na korrit me në nërë krushit për jashma? Jo, Bob, është emri i djalit, babs, gjyshit dhe stërgjyshit. Apo me kupton o Bob? Ko si nabe? Si me pas jenë futbolist brazilian këtë dreq. Jepi, Bob. Faleminderit për jush, unë baba i nuses Leshpal Jorgo Mark Hasan Gjelosh Dimitër Shqiptari. Na e kemi tradit me pyt gocën nëse don djalin tu i futbollistin e Brazilit. Masi që nuk pa jam majmentan ato emra gjithë të këtë. E me më falë, faleminderit. What to do? We need to clean our house, you know. Ne kemi vendosur t'i kthejmë derin Mender. Mender. Si në lat gocën për djalin ton, ne po e lam diçka peng këtu, po japim gocën ton për djalin tu, e kupton. Heu! Çka bate o gjithë rrym? Po besa ma pas t'i fut, më thatë veç për një, e si tuk e kanë 2 kunora për bes. Keni me pagu 2 fishin. Al tjetër ti, al leku ti. Asha kryte që i kësaj s'kam dit kur gjo. Yes, sa qef. E pse po donë me ma bo këtë gjohë, Bob? Me martu në Gërbet. Jo, more, më të pas baba, nuk t'je baba në kurbet ty. Kush ka me punu që t'u ferm. Falminers për ju shkë krush, por nuk i japi meshkujt në kurbet. Se po na duen me lulzu venin, me punu tokat e zhuritme për mashkuj e për fmi. Po deshe ti me lan qikën tande këtu, këtu, të flasi gruja. Falti maj, bal e peti. Bal me. Njoni o krushk, po desh caca juj, me jetu, me na. Këtu duhet me punu, me mjell lopën, me ushqy viqa, me pasru kopshtin, me na bë hizmet, në të dyve ndërsa t'lakena, e përveç që këtyne me na bë edhe fmi, me ba edhe fmi natën, se na dumë quna shumë. Gjepë shumë. What do I say? I don't know. What do you bring me here? Well, I don't know, man. Po thot se qka ka me bënë të ju, duhet edhe bia ju i me bë këto. Sure. Më falni për ndëhyrjen, por kam nevoj për pak sqarim. Ju aty në atë dhomë ku nusja dhe dhëndri për fëmi. Rini aty. What you say? Oh my God! Jo, e preq kuptove. Kjo do të thot që derë vdekje do të kujdeset për prind të mi, si që do të kujdesem unë për juve. Oh, I don't need you. We don't need her. We don't need her for us. Se ne kishim filluar të prinotoni mazil me burin nga që kështu e kena zakon. Tash krushki dashtu unë për gocën e ke hallat. Për quni duhet me artë tam fisi, me kërku dorë me këtyne, se këshu është zakoni. Pra ne bane ka i bashkim familjar me krejt na këtu, e pastaj e këqyrim Këtë lidhje. Tash për tash qika jeme, ka me ken dhe juja, edhe djali juj, ka me ken dhe jujni. Okay, kuptova. I got it. Yeah, so yeah. Kuptova. I swear I got it, kuptova.
Maser, qi, goca juj, qënka dhe jona, dhe djalim, qi djalim është dhe juj, por për gratë, we change the wives. O burr, përgjigju ti. Ata dhe kusë vjen mirë mu. Po jo, po ke pauzë. A flasin, është pauzë aktive 1 minutë, këtu se është pikja. A flasin. E kupto, këtu ka shtangje, se ai po thotë ai ndron gratë, domethënë imagjino ku është. Tash për ne nuk është, do të luajmë serioz në atë, ta besojmë rrethana. Ndryshe shikoni njëri tjetrin sy. Jo për bes, ty nuk e kisha ndruar as me mbretneshën e Anglisë, por po deshe jotja, derën hape. Jo pa kluf, ha? Jo pa kluf. Puthen qifti tash. Do puthen, ja? Ja, qifti. Tonë na. Puthe qifti ata. Do putheni me vërtet? Ja, pastaj putha ata, putna tjerë. Ata s'puthen ata kanë përdur, ja putna tonë. Do puthen. Maroj, nuk ka dasëm pa puthje. Ama puthje mbara, po. Jo, nusja me Londrin. Do puthen. Po jo e burë, pëse e zgua shumë. Kineze më Kylli mos e exagero. Mos e le po do ta ditën të putën të mama. Aktrimo kjo, të putën. Shka? Kush e roli, çdo rol ka vështirësitë e veta. Jo, nuk është pjesë me bosherë, mos shfrytëzoni. Mos shfrytëzoni punën me përfitu kredite nga loja. Okej, ju lutem. Ju lutem. Qa ka aty? Qa ki kondër te? Po, qa të kundër? Ka më punë se o punë akti. A ke pyet? Po ju tu exageru të kohës. Po ju të përgjithse. E kemi pyet? Një sekund. Ti a dush më putë? Falo, mos diskuto. Hajde. Me gjithë. O Juli, nuk më diskutosh. Biseda private këtu, dha. Kjo tavolinë është vetëm për punë gjatë kësaj kohe. Në rregull. Nuk ju pyet njeri fare. Në rregull. Ka vetëm një. Ti sugjeron çka ke ndër ti. Kaq. Po. Të lutem mos boni sepse kjo shkoi 21 minuta, e kupton se ngelëm të ndalu, ngelëm të shtu gjona pa lidhje. Sa shkoi 21 minuta? 21 minuta. Perfekt. Kështu që kjo do të ngushtohet edhe 7 minuta tjera. Që do të thotë mos u çudisni nga do vinë ato 7 minuta, do vinë sepse gjithë do jemi shumë më të shpejt edhe do jemi ma në atmosferë dhe ashtu koha ikën. Tashi kush do bëjmë një 3 minutë sa të bëj, kush do në i kafe dhe ulemi të diskutojmë gjona tamam. Ester, si ndihesh, ma thuj edhe ja? Një sekund, nuk kemi ardhë aty. Po me u ka rol? Nuk kemi ardhë aty, të bëjmë kafe, të ulemi. Pavarësisht se bëjmë mua bet, ju kujtoni se kjo është... Po kjo është forma punës. Na leni se mësoni dhe një form tjetër pune, eksperiencë e keni. Është si me shku me i dhonë lopës me ongër, edhe ne do japim kësaj shfaqjes me ongër. Ta marrim një Golden Eagle. Menoni që keni për të bëhë 3 minuta, ulemi të diskutojmë.